750.000 euro do shitet. Karburanti, hoteli 3 kaq, Kati para është i organizu me lokal. Kjo pronë këtu ka një sipërfaqe 1500 m2, çdo gjë me dokumenta. Është tokë truall. Pra, po flasim për 750.000 euro apo jo Gjon? 700, jemi direkt poshtë rrugës. Rruga Jemi vendodhja pa shku në Romanat. Rruga Plepa Nroq. Ju bëjmë të ditur që kjo pronë do dale eksplozive nga agjencia Okazione Durrës 750.000 euro. Nëse ke 750.000 euro, arsyeja është që ti duhet të futësh familjen punë. Nëse ti apo miku jot interesoni për hotel, karburant, lokal, jeni pa shku në Romanat rrugën kryesore. Apo jo Gjono? pa tjetër se kja pronë me vlerë. Hajde Gjoni, Afremo, hecët keqen, hopa. kja pronë me vlerë, karburanti është gjithë jetën. Ja me vlerë, valla. Investim i pakdekshëm. Tu, koncern familjarisht, kemi afrim 11 dhoma hoteli. 11 dhoma hoteli. E të falë Krishti. 11 dhoma. Aktualisht në punë. Aha? Aktualisht pranori, ka që nuk ka mundësi të punoje, e ka dhënë me qëra 3.000 euro në muaj. A boti hujmi sy lokalit je si fillim Gjono? Hajde. Dhomët hotelit. Hajde Gjon, hecë Gjon direkt mrena. Hecë të keqen, ej. 750.000 do të ashesim. Ja, punime janë cilësore. Plakat janë cilësore, moderne, bashkohore. Kjo është pjesa e lokalit. Pra, kuptohet që çdo gjë me dokumenta. A dalim pak nga mrapa? Dalim pak të shohim një çik pjesën e tokës. Hajde. Këtu E ka me pasim. është pjesa e tokës, apo jo? Pjesa tokës, po. Bravo. Ka dy banje tjera. Sa interesante Gjono. A mund të shikojmë pak dhomat e gjën dhomat? Këtu futen nga mrapa, ha? Tjera këtu futen nga mrapa makina. Që e shkallë për dalin ka të dy të hotelit. Po, se futen nga mrapa Gjono? Futen nga mrapa, po Po t'ja ka zoj pak. Ka dhe parkim, ha? ka parkim pra. Ju që futin në hotel direkt tak nga mrapa. Ja, Hajde, bro. erdha. Erdha. E Gjono, si theti? Tu është recepcioni. Recepcioni. Ban pagesa e dimensionsës. Po, Kemi 11 doma. ehe. Të rrim disa. Hoteli mirë Gjono. Hoteli mirë, hoteli pastër. A hoteli ri? Po shumë, që shi që haku, lago, që shi. Tu ka